Fal avantazhit që siguroi në prajmin e parë, Kristi mori në dorë organizimin e shtretërve për 13 banorët e tjerë të shtëpisë. Vendimi i tij shkaktoi pakënaqësi dhe tensione, veçanërisht me Ilirin, i cili refuzoi të flinte në të njëjtin krevat me Armirin. Gjatë ditëve në vijim, mes dy banorëve pati përplasje të vazhdueshme, të cilat u reflektuan edhe gjatë prajmit. Iliri u shpreh hapur se nuk ndjehej rehat të flinte me një burr tjetër, duke thënë se kishte kaluar net të vështira pa pushim. Ai ironizoi situatën, duke deklaruar se ende nuk ishte fjetur në një krevat që nga nisja e lojës dhe e quajti Kristin të kursyer e dinak, duke shtuar se protesta e tij ishte mënyra e vetme për të reaguar. Nga ana tjetër, Seno e mori situatën më me sportivitet, duke thënë se kishte kaluar mirë dy netët dhe se i kishte shijuar batutat e Ilirit. Megjithatë, ai pranoi se ndarja e shtretërve ishte problematike dhe se sipas tij, Kristi kishte gabuar që nuk i kishte dhënë Ilirit një shtrat më vete. Kristi, në mbrojtje të vetes, tha se reagimet ishin të egzageruara. Ai theksoi se avantazhin e kishte shpërndar edhe te disa banorë të tjerë, por sipas tij, ata nuk din ta shfrytëzojnë lojën dhe nuk kuptojnë strategjinë.